Jemi këtu në Has Turkas, ku zona është e përmbytur. Kemi komunikuar me banorët, ata janë të dëshpëruar, sepse është shumë e dhimbshme të shohësh shtëpinë, tokat, mundin e një viti të tërë të përmbytur dhe të çuar dëm. Ne jemi shumë kritik sigurisht ndaj qeverisë, ndaj pushtetit vendor që i konsiderojmë si një të përbashkët dhe kanë faj në mënyrën se si e kanë menaxhuar situatën. Ata thonë që çdo gjë është në kontroll, por rezultati që ne shohim që shumë fshatra të Myzeqes janë tashmë të përmbytur, sigurisht që kjo do të thotë që situata nuk është menaxhuar, është keq menaxhuar, madje është abuzuar me fondet që ne sot jemi në këtë situatë. Si po ndihmon opozita banorët për dalë nga kjo situatë? Opozita është duke ndërgjegjësuar banorët që të mos kenë asnjë pritshmëri se do të kenë zgjidhje nga kjo qeveri për aq kohë sa fondet vidhen, sa abuzohet dhe bëhet vetëm propagandë dhe fasad. Asnjë zgjidhje nuk mund të presin nga kjo qeveri. Prandaj unë i bëj thirrje të organizohen, të bashkohen dhe të bëjnë ndryshimin, atë ndryshim që do të sjellë pastaj përmirësimin e jetës së tyre. Nëse situata është kaq keq, pse nuk protestojnë banorët? Banorët duan një organizim për të protestuar dhe sigurisht ne jemi për këtë këtu, për të trokitur në çdo derë, për t'i folur atyre, për t'i thirrur që të bashkohen dhe të protestojnë. Prandaj bëj thirrje edhe opozitarëve të tjerë të jenë sa më shumë në terren dhe të gjithë së bashku të arrijmë ndryshimin. Duriat kanë qenë të shumta. Ka qenë opozita deri tani? Opozita ka qenë në çdo fshat, në çdo zonë. Unë personalisht kam qenë në të gjitha zonat e përmbytura, kam komunikuar me banorët, kam qenë zëri i tyre, pranë halleve të tyre dhe ju garantoj të gjitha këto probleme do t'i ngre fort në parlament. Do të jem zëri i tyre në parlament. Duriat kanë qenë të shumta dhe ka patur çarje të argjinatus për të cilat edhe vetë banorët po se kanë fajin e vet. Faji nuk është e banorët. Faji është tek ata që qeverisin dhe menaxhojnë. Ata që kanë fondet, që i vjedhin, që i fusin në xhepat e tyre. Ndaj faji është i qeverisë, nuk është i banorëve.